Faton Abdullahu, këshilltar politik i kryeministrit Isa Mustafa, është me mua në studion e Kontaktit, me të cilin do të flasim për demarkacionin, do të flasim për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, si dhe për dialogun Kosovë-Serbi, sapo zbatohen marrëveshjet e arritura në Bruksel me palën serbe. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zotri Abdullahu. Mirëmbrëma. Po nisim bisedën me temën aktuale të demarkacionit. Opozita po thotë se do ta pengojnë në çdo formë ratifikimin e saj në Kuvendin e Kosovës. A i ka realisht mazhoranca numrat që të kaloj kjo marrëveshje? Shqiqone është shumë e rëndësishme, ajo çfarë thot opozita është e rëndësishme, ai ka majoranca numrat, është temë e ndihshme, kemi është diskutuar si çështje në mënyra ndryshme, është besojmë ne është shtjerru si çështje në aspektin ligjor, në aspektin profesional e tjera kësaj natyre. Mendoj se kur e thash është shtjerr si çështje, si problem, konsideroj që duke pasur parasysh gjithë procedurën e kaluar derisa ka arritur në këtë fazë, na jep të kuptojmë neve si qeveri se për çështjen e fjalë është vendosur drejt. Dhe ajo çfarë ne do të rekomandonim, ajo çfarë ne si qeveri rekomandojmë është që ajo të votohet. Dhe ne besojmë shumë që sa më shpejt kuvendit ta marrë, ta shqyrtoj dhe deputetët vendosin për këtë, duke pasur parasysh gjithmonë se po flasim për një çështje sa të ndihshme, po aq të rëndësishme. Të ndihshme sepse ka të bëjë me kufi, ka të bëjë me toka, ka të bëjë me shtetin fqi, i cili duhet të thënë se në raport me Kosovën, kohëve të fundit, vërtet që nga pas lufta mund të thuhet se ka raporte korrekte dhe këto raporte vazhdojnë të jenë të tilla. Prandaj çështja tjetër pse është e rëndësishme sepse na është thënë, e kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme, kam përsëritur edhe mediat se çështja në fjalë është e ndërlidhur parimisht me raportin e Kosovës me Bashkimin Evropian, me Brukselin, ndërkohë që është e lidhur edhe me një çështje konkrete, me çështjen e liberalizimit të vizave. Prandaj marr përgjithësi këto, marr parasysh edhe rekomandimet e miqve tanë, edhe sugjerimet që janë bërë nga ata, mund të themi me përgjithësi të plotë se si qeveri, edhe duhet ta ritheksojmë këtë se si qeveri jemi unik në këtë që kemi ardhur si përfundim dhe në kërkesën që po e bëjmë se ajo të votohet dhe të tekale. Kur pritet të ratifikohet në kuvend kjo marrëveshje? A ka qeveria ndonjë datë? Ndoshta saktësisht si datë nuk mund ta specifikojmë për shkak natyrës problemit çështjes, por gjithsesi duke pasur parasysh se është e ndërlidhur me liberalizimin e vizave, për të cilën qytetarët e Kosovës kanë nevojë të madhe dhe do të ishte e dobishme shumë për cilësinë e jetës tyre, mendoj se sa më shpejt aq më mirë. Dhe nuk besoj se do të na zë fundi i verës pa zgjidhur këtë problem. Por çka në rast që opozita e pengon ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe mazhoranca nuk i ka numra, si do të veprojë ekzekutivi në këtë rast? Është më mirë të thuhet se nëse këto ndodhen, atëherë çfarë do të bëjmë ne? Parimisht mendojmë se nuk do të ndodhin gjëra të tilla, duke pasur parasysh se deputetët janë të informuar nga profesionistët, nga Komisioni Vendor, nga Komisioni Ndërkombëtar, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, State Departmenti në rastin konkret, nga rekomandimet, sugjerimet e Brukselit, nga kushtëzimi që është bërë. Dhe nëse i përmbledhim gjitha këto, atëherë ne nuk kemi drejt dyshojmë se mund të ketë mangësi të votave për ta legjitimuar një proces. Ka deputet nga radhët e mazhorancës e pushtetit që i kanë thënë është shumë e kuptueshme që të ketë nga radhët e mazhorancës njerëz deputet, nga se është kuvendi ai ku duhet të diskutohen gjërat. Është deputeti ai që e bart fjalën e qytetarit në kuvend dhe asgjë të keqe nuk ka që të shqyrtohet dhe të shtjerret. Edhe si qeveri, e ka thënë edhe kryeministri Mustafa, nëse në një të ardhme të afërt, nëse në çfarëdo kohë sillet ndonjë argument i cili mund ta rrëzojë atë që është arritur deri tash në këtë proces, po argument i cili ja vlen të shqyrtohet, ja vlen të merren shqyrtim dhe i cili i demanton gjitha ato çfarë është arritur deri tash, atëherë gjithsesi se do të ketë vend për përmirësim. A mund të rishikohet ratifikimi, zotri Abdullahu? Në ç'kuptim po mendoni kur pasi të ratifikohen në kuvend, pasi të legjitimohen në kuvend, nëse sillen fakte të reja, kjo asnjëherë nuk mund të përmbyllet përgjithsisht, por gjithmonë duhet ta kemi parasysh se ne jemi shtet, ne duhet të veprojmë si shtet serioz, sidomos për çështje të tilla, sidomos për faktin apo parimin i cili thotë se Kosova
edhe për fqinjt kjo vlen, aq edhe sa për ne duhet t'i normalizoj raportet me fqinjet, në mënyrë që rrugtimi i saj drejt Evropës të mos stagnohet. Kjo është shumë e rëndësishme, normalizimi i raporteve tona me të tjerët, duke e specifikuar dhe këtë po e them, duke e theksuar se mund të merren krahasime me kufi tjerë në format ndryshme. Kufit e Kosovës për herë të parë po bëhen kufi shtetnor, nuk kanë qenë as republikan, kanë qenë kufi administrativ. Dhe ky specifikim, kjo kërkesë që të vihet theksin këta kufi si kundër është thënë nga komisioni, është shumë i natyrshëm. Për herë të parë Kosova po definohet si shtet. Prandaj nuk duhet bartet një problem të lihet, ta nashkalohet apo të thuhet se pasi të përfundoj çdo gjë, atëherë ta dërgojmë në arbitrazh. Duhet menduar se sa është kjo serioze. A kemi ne probleme me Malin e Zi si shtet? A është edhe Mali i Zi ai që po kundërshton? A është shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës që po thotë se kjo vijë kufitare nuk është në rregull, apo kemi vetëm një opozit? Pra duke i pasur parasysh këta faktor, ne mund të vim përfundim se sa ja vlen arbitrazhi. Aq më shumë sa ja vlen arbitrazhi apo diçka e ngjashme që do ta prolongoj pafundësisht. Ne kemi ende kufirin në Sloveni, Kroaci, i cili është i prolonguar dhe nuk ka zgjedhje për atë problem. Dhe dikush aludon thotë se po ata janë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian, Brukseli ka nxjerrë mësim se problemet kësaj natyre nuk duhet t'i marrë brenda Brukselit, nuk duhet t'i marrë brenda Bashkimit Evropian. Ato probleme duhet zgjidhen para se të hysh në Bashkimin Evropian. Dhe ky është kualitet i ri i cili kërkohet nga Brukseli. Mali i Zi është deklaruar që mund ta rishqyrtojë edhe një herë marrëveshjen e arritur me palën kosovare. Pse qeverisë Kosovës po i ngutet që ta ratifikojë këtë marrëveshje? A janë vizat problemi kryesor? Nuk do të thosha që qeverisë e Kosovës po i ngutet. Përkundrazi, qeveria e Kosovës ka qenë shumë serioze në qasjen e saj, duke pritur që të shtjerën gjitha mundësi që ekspertët t'japin fjalën e tyre përfundimtare. Dhe mandej kur kjo nuk ka qenë mjaftueshme, kanë ardhur edhe ekspertë ndërkombëtar. Ne kemi edhe faktorë ndërkombëtar, edhe Shtetet e Bashkuara që e kanë potencuar se çdo gjë është në rregull. Prandaj dilet tash dhe thuhet se gjërat mund ndryshojnë, se gjërat nuk janë në rregull, mund të pranohen vetëm nëse ka argumente. E aq më mirë kur kemi një korrektësi nga Mali i Zi, i cili thot po, nëse gjërat nuk janë në rregull, atëherë mund ta marrim në shqyrtim. Po përderisa çështja është kështu, përderisa nuk ka argumente të mirëfillta, po vetëm ka interpretime, forma ndryshme nga opozita apo nga deputet ndryshëm, atëherë kjo nuk është aq e fuqishme sa që na të gjeturat e profesorëve të gjeografisë nuk janë. Ato janë marrë parasysh me sa diune, nuk mund të flas si ekspert në kuptimin e mirëfillt fjalës. Nga ekspertë ndërkombëtar, nga ato janë marrë parasysh si tërësi kur janë thënë, po është shumë serioze kjo që është thënë. Ne si qeveri, ne si qytetarët e Kosovës duhet ta kenë besimin ti besojnë dikujt për çështje në fjalë. Nuk mund të mbjellim dyshime, të vëmë pikpyetje në çdo gjë, të themi se nuk është në rregull, ndoshta do të bëhet në rregull, nuk është kështu. Është çështje e ndijshme dhe nuk bën të luhet në kartën e tokës. Shqiptarët historikisht kanë qenë ndijshëm sa i përket tokës. Dhe vetë aludimi se po humbim tokë dhe po japim këtë tokë për të bërë një vardisje politike klanore ndaj Evropës apo dikujt tjetër është në parim e dëmshme për rrugtimin tonë drejt Evropës. Duke pasur këtë parasysh, mendoj se nuk po humbim tokë, aty ku është kufini dhe duhet procedohet dhe vendoset pozitivisht në kuvend. Në rast që votohet, kështu siç është marrëveshja në versionin aktual, kur realisht kosovarët do të jenë të gatshëm të votojnë pa viza në zonën Schengen? Nëse çdo gjë shkon në rregull dhe ne duam të besojmë që është kështu, mendoj se do të varet pastaj nga vendimi, të cilin e merr Brukseli zyrtarisht, por nuk do të na zë fundi i verës dhe kjo do ndodhë. Ndoshta edhe më herët se sa fundi i verës dhe qytetarët e Kosovës do të shijojnë drejtën e daljes pa viza në Bashkimin Evropian. Flasim pak edhe për bashkësinë e komunave me shumicë serbe. Ku ka mbetur procesi realisht, pasi që opozita po proteston për këtë marrëveshje, siç po proteston edhe për demarkacionin? Është një tjetër çështje gjithashtu e ndijshme, pra asociacioni i komunave serbe. Parimisht kur shiqohet ky problem është e udhës, shiqohet edhe nga ne si shumicë, se po flasim për të drejtat e një minoriteti.
Dhe nëse e vështrojmë këtë çështje nga prizma e Brukselit, dhe nëse e kundërshtojmë në mënyrë të vrashtë, atëherë duhet kemi parasysh se si do të shihemi, si do të perceptohemi nga të tjerët. Është fjala për ngritjen e kualitetit të jetës në minorance në Kosovë. Faktikisht, nëse flasim me precizitet juridik, të një komuniteti të caktuar në rastin konkret të komunitetit serb. Kjo është e rëndësishme të kehet parasysh. Por nëse ne vazhdojmë me asociacionin, e ne do të vazhdojmë me asociacionin si qeveri, nga se është e ngritur në kategori normë juridike tashmë, ne duhet kemi parasysh se duke përmbushur këtë parim, tashmë si është bërë normë juridike, ne njëjtën kohë japim të drejtë vetes dhe Brukselit mundësi që të vazhdojmë në rrugtimin tonë që shteti, sovraniteti i Kosovës të shtrihet në gjithë territorin dhe të mos ketë pengesa. Pra një lloj tillë të kushtëzimit do ta bëjmë edhe në të ardhmen. Ndërkohë që nuk duhet, ma merr mendja se nuk duhet shihen gjithmonë edhe ato çfarë thonë nga jashtë, për shembull se asociacioni do të jetë në kundërshtim me kushtetutën dhe Beogradi apo dikush tjetër nuk pyet as pak as që intereson se a do të jetë në përputhje me kushtetutën, po thonë se kjo asociacioni komunave serbe duhet të jetë në përputhshmëri me marrëveshjen në Bruksel. E përmendë Beogradin, si po shkon dialogu Kosovë-Serbi, sa po zbatohen marrëveshjet e arritura në Bruksel? Unë do doja të nënvizoja një vlerë të re, atë që e ka thënë edhe para sa kohësh kryeministri Mustafa, se ne parimisht pajtohemi që dialogu të vazhdoj, ne parimisht jemi të hapur dhe kemi për detyrë që të normalizojmë raportet tona me fqinjet, dhe kjo bëhet në të mirë të shtrirjes sovranitetit në çdo cep të Republikës së Kosovës, por ne nuk mund të vazhdojmë pafundësisht në këtë mënyrë, duke pasur parasysh se shteti serb marrëveshjet të cilat janë arritur i anashkalon apo nuk i zbaton fare. Prandaj e citova kryeministrin i cili thotë se do të ketë një format të ri kjo puna e dialogut, me që rast ne do të kërkojmë si qeveri nga Brukseli që mënyrë të vazhdueshme, por shumë më të këmbgulse, të kërkojë nga Serbia që marrëveshjet e arritura t'i zbatoj. Kjo është premis për të vazhduar me marrëveshjet e reja. Nga se nuk mund të merremi vesh tani për një asociacion, apo çfarë do qoftë tjetër në kohën kur marrëveshjet e arritura nuk zbatohen dhe kjo është jo serioze. Prandaj ky kvalitet i ri është qasje e re e qeverisë së Kosovës. Pyetja fundit, ditë më parë kemi informacione që kryeministri ka ftuar në takim ministrin serb Marić. Faktikisht për çka e ka ftuar pasi që 2 ditë më parë ai kishte dhënë edhe deklarata kundër shtetit të Kosovës pas pranimit në UEFA dhe FIFA. Deklaratat e tij do t'i quaja si interpretime të cilat janë bazuar në një moment caktuar në kohën kur ne si shtet jemi pranuar në FIFA dhe UEFA. Për këto interpretimet e tij, qeveria ka dalë me një konstatim vlerësim të përgjithshëm se ato janë plotësisht të papranueshme në mënyrën si ka thënë, kohën si ka thënë, përfundimet si i ka nxjerrë nga ana e ministrit Marić. Ai këto i ka bërë dhe me këtë ka tejkalu kompetencat e tij. Prandaj, për shkak kësaj ai është ftuar në bisedë dhe biseda është mbajtur para disa ditëve në kabinetin e kryeministrit Mustafa, me që rast i është kërkuar që të mos tejkaloj kompetencat e tij, që të mos jep deklarata të tilla plotësisht papranueshme, por të përqendrohet ta kryej detyrën e tij si ministër, e që është më e rëndësishmja, ta kryej detyrën e tij në kuadër të agjendës qeverise e cila është kualitative dhe barabartë për gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime. A kanë ndikuar këto ligjëratat Mustafës ndaj Ne duhet besojmë shumë që ato kanë ndikuar, edhe pse ne kemi parasysh se ai nganjëherë edhe ndonjë deputet, edhe ndonjë ministër mund të ketë elektorat të caktuar cilët i drejtohet me interpretime të ndryshme, po ne duam besojmë shumë që ato kanë ndikuar pozitivisht. Zotëri Abdullahi, ne të falenderojmë për këtë intervistë. Gjithashtu, faleminderit edhe ju. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për pak çaste me një blok të reklamave dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Kontakt.